ushqimet kebaba, hamburgera, një spec të mbushur, dollë, sam ose grosh. Si cila grua shqiptare mund të them që i bën që do të dalin mira dhe do pëlqejnë? Në restoranin ton Royal kemi kapacitetin 170 vende. Ne jena në Gjermani mbi 20 vite për afërsisht, edhe si keni konte ambulatorja jonë të Doro Gelato, në drejtimin e njëjtën rrugë si kësaj veç së Westbergstraße. Në Gjermani jemi mbi 20 vite, si edhe e dini të njëjtën i na marrë me akullore. Në Kroaci, si në intervistën tjetër të gelateria jonë që një konë vjetë, kemi hapë një restorant me ushqime moderne, deri në ushqime tradicionale, ushqime tona. Mbi 20 vjeti, do më thënë, jetojmë në Gjermani, në Dresden, pikrish, atje kemi një pas, do më thënë, një biznes, mund të them, une prej fëmirisë, prej nga babi, me restorant, të cilin edhe ne kena pasur disa vite me radhë dhe pastaj kemi vendosur që të largohemi prej restorantit dhe të bëjmë një biznes me akullore. Kemi shikuar shumë vende në Gjermani, po kishim një cilë që donim të kishim një kliente, do me thënë, të shpejt, me që nuk donim të kishim, do me thënë, edhe me karike, me të kena edhe një staff personali. Ta kemi të gjithën to go. Në Konstanc pikrisht jemi shpërngulur me që kemi pa, do me thënë, shumë të përshtatshme për një biznes të ice cafes to go, me që vizitohet shumë nga Zvicran dhe shumë nacione të tjera, si dhe shumë shqiptar, të cilët, do me thënë, në Dresden në kanë munguar shumë, që ishte atje një munges për t'i treguar fëmijëve si jemi shqiptar dhe ka edhe bashkëpunëtar tjerë që mund të ndanim një pjesë jetës tonë bashkë me këto. Restoranti gjendet në Konstanc, jemi në kufinin e vogël me Kreuzlingen, do me thonë me Zvicrën. Ne ofrojnë këtu ushqime, do me thonë moderne, si dhe ushqime tradicionale, prej pizzës, pasta, mish, peshk, si dhe ushqime kebaba, hamburgera, po edhe çdo ditë ofrojmë ka njëherë shembull një spec të mbushur, dollë, ose një sam, ose grosh, ose pasulë, si i thonë të tjerët. Ka konë mjaftueshëm vështirë se kena pas të thëna bashkëtellën e madhe prej fillimit, edhe ka shku një 8 muaj deri sa e kena kri. Ende si jena me detajet e vogla gati, po shpresojmë se java që vindi edhe krijet kri. Kena këshirë edhe detajet, dhe na mundu që ndjehet njeri kur vinë familjarisht, si ti thona si të ne, edhe shumë një rahatshëm edhe knaqë. Ma shumë kena shqiptar, po mbasa ndije tjera. Ma shqiptarët na vizitojnë mas të tepri. Që ca ditë të kina hap, edhe e kina pas se është interesi i mirë edhe i mjaftueshëm. Shumë shqiptar, edhe duhen me i qiu ushqimet tona tradicionale. Kam qenë edhe më parë në pjesën e kuzhinës e inkuadruar, edhe mundohem shumë, maksimalisht të dalin ushqimet normal të mira. Ato ushqime tradicionale, do me thënë, si cila grua shqiptare mund të them që i bën mbas asaj ndjenjës të vet që do të dalin mira dhe do pëlqejnë, do të hahen, ndërsa kuzhinën moderne, këto të tjerat, do me thënë një pjesë që edhe stafi, njerëzit tjerë që kanë edhe shkollë të kryer për këtë eksperiencë pune, edhe dalin, do me thënë, mendoj që dalin me të vërtet ushqime shumë të mira, pëlqejnë nga njerëzit. Mendoj që kemi edhe klientë, do me thënë, që me vërtet gëzohemi edhe kur t'i shohëm. Janë ajo pjesa, do me thënë, ndoshta e bën edhe të vetën ajo pjesa se flasim shqip, i mirëpresim, përshëndetemi, edhe e gjitha kjo. Në restoranin ton Royal kemi kapacitetin dhe kundi mrenda 160 deri 170 vende. Edhe kemi pjesën e nalshme, kjo është për të një event ose për të një fejes, për të një ditëlindje ku që donë me pak ma privat. Këtu merë pjesë të kundë parafërsisht një 40 vende, mund edhe ma tepër t'i bojnë, ama parafërsisht 40 shumë pe këthejnë.
nuk e kemi kartën shumë të hapur, menin shumë të hapur dhe mundona që gjithë ushqimet të jenë, domethënë sa më të freskëta dhe vetë, domethënë të bëra. Edhe kjo ishte pjesa që ne donim një kuzhinë të hapur, sepse donim të tregonim klientëve se si përgatisim ne për të, se domethënë që i përgatisim të tërat ne vetë. Edhe domethënë një pjesë e show. Edhe ajo jep një besim edhe një rahati për të më gjej edhe më mirë edhe më pas si përgatitet puna, ajo ka edhe një shpaqje e këshirë ushqimin si të përgatit. Kemi domethënë kuzhinën tonë tradicionale, e cila domethënë është shumë e ndjashme me ushqimet domethënë të Adriatikut, shumë djerma, shumë nacionalitete tjera e kanë domethënë si një cilë pushimi në Kroaci, mund të them. Edhe ato sa do kudo i njohin, domethënë si kebab, si pleskavica, si shumë ushqime tjera. Edhe ne kena shumë besim domethënë që do të kemi edhe gjerman, me që kemi jetuar dhe kemi bashkëpunuar me gjermanët gjithë këto vite. Është e vështirë ta menaxhosh një biznes të tillë, veç se duhet nëse ke stafin e mirë, stafi është problemi ose ajo që menaxhohet ma lehtë dhe ma vështirë. Me pak rrezik ajo menaxhohet shumë mirë. Ne si familje menaxhojmë të dy bizneset, njënin me Akollore të gjelateria dhe njënin këtu Royalin të Iri Vesembershtrase, një deri 3. Për momentin a gjejna 4 vetët të gjelateria, edhe u ndihmojmë ka njëherë shoqja, a djali ose une, edhe këtu jena për momentin 6 të konsum, edhe prapi ndihmojmë dhe gruaja edhe baba ka njëherë. Edhe ne kemi nisë si shumë të tjerët prej fillimi, domethënë gati prej zeros, e ne pse jena kanë familje gastronomëshe, kina pas shumë ma, kina pas për me zhvillu edhe për me menaxhu për momentin këto dy biznese që i kemi. Ne vejna nga Kostivari, fshatit të Plic, i Kostivarit, me siguri që i vina shumë rëndësi si dhe gjuhës tonë, edhe edukatës të mive, kësohëna që i vina pja Gjekovina. Besonin veten edhe mos keni hiq dilema se nuk do arrini. Gastronomia është e vështirë, si çdo biznes tjetër besoj, po kur e bën me përkushtim edhe me dashuri, ajo talentson që për me arri më shpejt.